mbronte ty çu Monika në aty këtu nga kjo program nuk del njëri pa fituar. Iku kjo. Tani atëherë të mbronte ty ditën e parë që hyri. Thoshte motër e dashur, Selin e dashur, unë jam filania të ty. Që ti mos ngelje kështu apo do e thon, s'do e thon. Edhe të konfirmonte lidhjen akoma. Po sa ke çdo dilja nëse ajo do e bënte që ditën e parë, unë kam marrë për ty. Si? Kupton ti, unë kam marrë për ty, do fillon, se ti nuk i do të pa njëri, nga mjerit e Greta, po e bëjnë tani, pa qënë. Si, unë kam marrë për ty. Orë edhe njëherë më, të vunë kundra, po them dhe njëherë që ti s'thej që ajo është kunata ime. Nisë do mishin vënë kundra, kur vita jo dhe thoshte unë jam kunata jote. Po, falinderit shumë që erdhëm, hajde na çani të dyja, dyja jena këtu. Biles do bëmi 3, do morim, është edhe ky goni që ri këtu. Kështu pra e do kjo lojë. Keni rënë në grackën e të gjithë banorëve, ti edhe ajo që se kupton. Si banorë? Në banorëve për çfarë? Që të erdhën dhe të kthyn gjithë, si s'na tregua ty neve, super, s'doja na tregova. tregu. Ashtu i thash. Po pse u ndjeve keq kur i thashu? Nuk e thon ashtu. Fillova të justifiku. Ta shohësh aty. Po pra në rregull. Super. Kujdes mikrofonin, na mos do ta ndëve. Jo, ta ndëve. Tani, do m'lesh që të flas? Po. Ashtu. Mund të replikoj ndërkohë, po duhet të flasësh në fillimin fund, se ti harro të çfarë flet. Po, me shpirtin. Na të replikojmë. Replikojmë. Hajde, po dëgjoj. Vetëm urdha mos ta e pamon. Hajde bëj këtë, shko aty. Hajde po të dëgjoj. Hajde miri të lutem fol se po të dëgjoj. Tani. Bëj mundi dorë çfarë kush do fitojë mbi. Ti fiton se unë ta lej direkt. Hajde. Dëgjoj këtë, dëgjoj. Dëgjoj. E para punës, ajo që të ndihmonte ty duhet, ajo justifikohet, unë i kam thënë produksionit. Do të thënë, e gjithë urrejtja jote në thonjza, se ti s'ke pse urren atë. Po gjithë kjo jo urrejtje më. Po mirë gjithë kjo. Jam kundra lojë. Po mirë nesër mund të bëjmë pronë. Vjen gjitha për mënyrën se si ajo u qas. Po, për zotin po. Pasi gjë tjetër dhe nuk kam, se duhet me thonë këtu, nuk kam asnjë gjë personale për familjet dhe për shtëpitë yje më jashtë. Personale ti s'ke luajtur. E pekson çfarë moj. Ore, tek pas personalit ti njerë, unë nuk kam të kurse se më të rëndësishme, jo se Gretën. Ti gjo këtu. Ti nuk e ke parë Gretën si mu hakorrydhe mua. E pa, që t'u jash, që tha s'ka burë nëna që mua të më ndaj nga familje. E kupton që po thumë? Pa t'jo, që t'beo, ndërhyja? Jo, ti nuk është më mrapa, edhe ti thush asaj këtë gjënë. Jo, një sekund. Se ajo, një minut. Ka të bëj me tjera gjëra. Nëse unë nuk kam qef ajo të ndërhyjë të loja ime, unë kurse si nuk do ta bëja të loja asaj. Një sekond. Seriozisht ajo atë moj. Ti e sheh që Tani, seriozisht ajo. kur vjen Flori te unë dhe thot, erdhi Kristi te unë dhe thot, tha Miri mos më gjuaj në brez. E ka tha me ty, ti je në brezin e atij, një sekond. Unë erdha te ti dhe thash, hajde pak këtu, po, ti ke thënë kështu, the jo. Ka shku Flori te ajo dhe i ka thënë, mos ma godit Selinin, më thënë. Mos ma godit Selinin, po. Ka shku... Dhe unë të thash, nuk i kam thënë kur, mos ma godit Selinin. Ai, the ti, kështu më tha dhe unë thash për kokë, për këtë gjë. Nise, ajo i ka shku Flori. Po ma përdorin dhe këtë. E kupton, ke zëmë be, ti s'ma beni e kështu, që ta dish. Vazhdo. Baj dhe këtë unë, kuris. Vazhdo. Po më lërat e tua janë. S'po më lërat e kuris. Ec bret koce, ec e mos nalo. A ti shko Flori dhe i thot, qa robi është Miri, kur Miri unë e gjova në vishtë e mi, po i thoshte Selinit, ty Greta s'të do. Tani, Greta duhet vitet e ti dhe thoshte, mund tha Flori kështu, është e vërtet, edhe pse a ke thënë Selinit. B, Greta ty t'u kthy direkt në sulm. Çfarë ndodhi? Një sekund, moj. Greta mua më erdhi dhe tha, s'ka ashtu që të ndaj mund me këtë gjë. Pra ndodhi B-ja, Greta t'u fut direkt në sulm. Po. Super. Çfarë ndodh tani? Ditën e prajmit, del kjo gjëja. Dhe del që ti thua Selin për loj, për çfarë the? Ma kujton se ndoshta edhe unë kam qenë. The për loj. Ajo nuk të do ty për loj. Sepse do të fitoj vetë Flori. Super. Dhe Flori del keq që transformon fjalën si do vet. Po dhe ajo ti sqarohesh me Gretën. Dhe ajo vjen me një urrëti këtu përpara serioze. Bravo. Po ti pse nuk i the Greta, di s'është puna, po para se më lërasësh më në fytyrë, ulu dhe ta shpjegoj unë çka kam thënë. Unë i thash pra, qetëso, ja kam thënë për loj, për muhabetet e juaj familjare jashtë kësaj dere, nuk kam të bëj fare dhe mos e kalot temën aty, kështu thash. Po kur që një gjosh? Super. Dhe ti mendon që ti e ke bërë tatën? Pa tjetër. E ka marrë se ka marrë, është puna vetë. Që të bëj? Ti mendon se ajo e ka marrë që unë dua të prish juve jashtë, a jenim të rezime. Shlidhe kam unë me familjet e juja, më. Pse di unë? Që s'di ti?
A, se di as ti? Jo, nuk e diun se ka marrë ajo. Aha, thasë se di e ti. Se kam frikë më ulë me në event më usheru se thënë ja, po jep një informacion nga jashtë. Le ta thonë më se je këtu, me kamera. I thonë kujdes. Po pse ai që erdhi që dha informacionin, që e ka bon? Kush? Minuta 2. Po dhe ai ka dhënë informacion. Po pra po i thak, hajde këtu. Edhe ju, po t'jap informacion, ajo ty, do të thot Bigu, vllai thot, ç'a po? A kupton? S'ka shansi me ta thonë, s'ka se ta japi. Edhe çfarëdo gjë që ai ka thonë, edhe basta, më dëgjoj mua. Edhe basta kur të ka thonë basta. S'ka qenë basta pra.